Sot Nadje kam takuar Robert Lulgjurajn që po garon për kongresmen dhe dje kam takuar dhe Renis Nushajn që po garon po ashtu për me kenë senatori i shtetit të Michiganit. Ashtë e jashtëzakonshme, na nuk ishim arrit besoj as për me imagjinuar që do na vike ky moment që me pas jo një, po 3 që ndërmarrin këtë njësem. Shoh shumë shpesh debate si për veti, po edhe për kolegë dhe bashkëdhetarët tonë që tentojnë me i klasifikua midis kaheve politike që ju përkasin, por unë besoj shumë që në këto momente nuk e kena luksin për mu marrë me përkatësit politike, as majtas as djathtas amerikanes, po na duhet luftojmë fort, sepse ka ardhur dita, si që kanë bërë komunitetet tjera shumë më të vogla e më të vonshme se na, ka ardhur koha që komuniteti shqiptar me tanë historikun dhe kontributin politik historik që ka dhënë në mërgat, sidomos në Amerikë, ta çojnë zanin edhe ekzistencën e vet në institucionet më të larta amerikane. Po dallim përkatësie politike, sepse për ne është e rëndësishme besoj për me pas gjakun shqiptar atje, sepse kushdo që qoftë, tu i pas në këto nivele jena është më e fort diaspora, është më e fort shteti shqiptar dhe secili shqiptar njihet më e fort. Kështu që kjo është një kërkesë e jemja për me bë thirrje edhe më shumë që të bashkohena 8 anë edhe të mbështesim në tana mënyrat kandidat ton, edhe me nimen e diasporës, sepse janë shumë dhe jam e bindur që e kena mundësinë për me i quat e kësunojnë, po dhe tonëve që kena sukses edhe t'ja dalim. Faleminderit shumë. Dhe të fundit, po jo për karencia, du me falenderue shumë një bashkëdhetar tonin, një kur themel besoj të diasporës shqiptare në Michigan, artistin ton Fran Gjokën, që jam shumë e lumtun që një njeri e tillë e kam prej anëve të mia, por dhe kontributin e tij që ka dhënë nëpërmjet shumë aktiviteteve kulturore dhe falenderoj që u bë në ndërshkaqjet kryesore, por dhe organizatori i ardhjes teme këtu. Falenderoj shumë Fran për tan kontributin tan të jashtëzakonshëm dhe faleminderit që na mbledhe. Se nuk është kollaj me na mbledh në sistemin që ka Amerika. Faleminderit shumë. She said to me many months ago, I want you to meet my friend Neil Malsorde. And I wasn't able to meet you then, but Fran called me yesterday and he said, please come to this dinner. There's a young, beautiful, wonderful woman who serves in the parliament. I said, what's her Instagram? He goes, Neil Malsorde. I said, oh, I gotta come. I have to come. But beautifully said. You have wonderful words. She's 25 years old and she serves in the parliament in Albania, and you can see why. And you are an inspiration to all of us. You're an inspiration to our young Albanian girls in Albania and Mersi, all over in Kosovo. And I wish you the most success, and how we can help you. Please always let us know. So it's so nice to meet you. And so, look, I'm excited to be here. I am a candidate for Secretary of State. Mariana invited me up here to say a couple words about this race. I am running a statewide race that is not going to be determined on August 4th, like Robert's race or Rennis's race. This is a race that requires people to register with the Democratic Party by March 20th and to come to Cobo Hall, which is now called Huntington Place, to vote for me. And so I am out there signing people up day by day. I'm traveling the state. I would love to have you, your families, come that day to vote for me. You can visit vote.susannashkreli.com to register. Also, you can visit susannashkreli.com to get more information about the campaign. Would love to have you, would love to serve as your next Secretary of State and really just continue my years of public service. And everywhere I go, I carry my story with me. I'm proud to talk about my Albanian roots. And the fact that we come from hardworking family, traditional family, and I would love to bring those values to the Secretary of State's office. So God bless you all. Thank you so much, and thank you for being here. Kam multu bajagi në trevat shqiptare, mrena dhe jashtë Shqipnisë, po në qose ka një trev e Shqipnisë që realisht më ka lanë shumë në gjurmë në zemrën teme, po dhe në ndërgjegjen teme kombëtare, është pa dyshim shqiptarët në malin e zi, në malsinë e Tuzit dhe në zonat anena. Kam shkue për herë të parë para disa vitesh
dhe krejt rastisht ndodhshon shkoj ditën e zgjedhjeve, që ditë historike ku shqiptarët marrin më në fund për herë të parë komunën e Tuzit, dhe kur në jetë nuk kisha pa një ashtu farë manifesti politik dhe adhetar që kam pa nër ata shqiptarë. Kam shkuar shpesh, i vizitoj shpesh, Tuzin, Priften, Grud, Dinosh, Vuksan Lekaj, i njoh mirë ato zona, njihem si në shtëpitë time ku shkoj atje dhe ka njerëzit më të jashtëzakonshëm dhe më mikpritës mundshëm që që do me thonë të jesh në tokë tane po një shtet huaj. Dhe realisht unë kam një njohje të jashtëzakonshme për ta pikësparje njerëzore për qëndresën e tyne dhe për kontributin tyne shumë të madh që kanë dhënë në çështjen tonë kombëtare për çlirimin e Kosovës, dhe që janë kallëzuar gjithmonë të gatshëm, edhe më të gatshëm se na shpeshherë, sepse madhi edhe largësia na ka afruar edhe më afër, dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme që për mua aq më tepër tash si politikane më frymëzon edhe më të fortë në këtë qëllim përbashkues edhe mision e shoh si mision shumë të fortë shqiptar edhe kombëtar që kam marrë përsipër. Përshë shumë falënderes dhe shumë respekte për tana zonat, por për mu, për historisë që ka kaluar veçanërisht malsort e kësaj jane, e Shqipnisë tonë. Faleminderit shumë. Nof Malsia! Ju falënderit organizatorëve, Franit dhe gjithë ju që keni ardhur këtu, me pa dhe me fol, me pa deputetën tonë më të re, Dugagjinse. Kam një falënderim veçantë për malsort, kam rreth 30 vjet dhe me të vërtet në çdo kohë, në çdo moment, malsort janë ata që kanë mbështet të gjitha trevat, Kosovën dhe Markomin. Duhet ju them dy fjalë si Dugagjinas dhe si shoqnjan për Marianën. Mariana vjen nga një familje në më të mirat Dugagjinse dhe Mariana është një vajzë shumë e mirë shkollume, shumë inteligjente dhe me thonë drejtën fati jo një mirë është i krejt Dugagjinit dhe i krejt Shkodrës se Marianën e spikati vetë Partia Socialiste, vetë qeveria, se i panë sa është një vajzë që duhet për me ardhë me shku në politikën shqiptare, me shku në parlamentin shqiptare. Dhe ne si Dugagjin, për arsyet ndryshme, jëtë të mira për ne, këna pas 30 vjetë që nuk këna pas zon të Dugagjinit në parlamentin shqiptare. Që kur s'ka nëllë, Dugagjinin çfarë do lloj situate me kanë, për 30 vjetë mos e pas zon të vedin atje. Dhe dekshti Zoti sot erdhe një vajzë, ka që mirë, ka që mençme, ka që zoja, dhe po të zëvendëson edhe burrat e intelektualët më të mirë, jo në rangun e Dugagjinit të Shkodrës, po dhe Shqipërisë. Kështu që kjo ishte sa me ba një prezentim për ju që nuk e njihni tamam përjatën e saj, unë janë njofqysh me gjyshin e me krejt familjen, dhe do t'ju urojmë suksese, jam i binun që ka me nënërua dhe ka me kanë jo vetëm Dugagjini, po krejt Shkodra, edhe në rënd shqiptare ka me kanë një vajzë, një politikane serioze, që ka me dhanë vetëm vlerat e gjonat e mira. Suksese, suksese. Mirëmbrëma, fillimisht gjithëve. Faleminderit Zoti Fron që na bashkon shpesh. Na bashkon për momente të mira, çdo herë edhe për punë të mira. Të përgëzoj për çdo gjë që ke bërë për komunitetin. Të përgëzoj edhe për faktin që na ke mbledhur sot, na ke sjell një deputete të re, na ke sjell një zot të re, një frymë të re, një energji të re që i mungon Shqipërisë, i mungon edhe shqiptarëve, një vojzë me vullnet e me përcaktim, jo si përfaqësuese partije, po si zonë i popullit që ka nevojë për ndryshime. Shqipëria edhe Kosova kanë nevojë për ndryshime. Na shqiptarët kemi nevojë
me i lënë zakonet edhe traditat edhe kulturën që po na marrë peng. Shqipëria është e të gjithëve, Kosova të gjithëve, Malësia edhe gjitha trojet tona janë të gjithëve. Ashtu sikurse edhe deputetët që na përfaqësojnë që janë zëri janë i të gjithë neve. Ka kalu koha kur na duhet me shpenzu energjin të marrë me njëri tjetrin. Jo, kemi shumë detyra, kemi një shansë historike që shekulli 21 shënohet si shekulli shqiptarëve. Ashtë hera e parë që na shqiptarët jemi radhitur aty ku i përkasim qoftë me kulturë, qoftë me zakon, qoftë me tradit, qoftë me histori, po qoftë edhe me gjeografi. Këtë shansë gjeneratat tona nuk e kanë pasë. Zoti na ka beku neve edhe na ka dhënë në krah të tonin të jetë fuqia ma e madhe, ma demokratike edhe ma e fort në gjitha aspektet në botë. Andaj, une fillimisht e uroj deputetën e re, i dëshiroj fort sukses, edhe du me përkujtu se kam punu shumë vite me studenta, kur gjinda në mes trive ndina pak ma ndryshe, se sa kur gjinda në mes mëshatarëve të mi, gjithdoher kam pas besim të trit, këta e kanë dëshmu rinia kosovare në momentet më të vështira. Kosovën në momentet më të vështira zë i Kosovës ka qenë rinia kosovare, edhe rinia shqiptare kudo në botë. Unë mendoj që edhe në këtë fazë ku jemi, shqiptarët kanë nevojë për zonë të rive, për zërin e të rive, kanë nevojë për ide të rive, të rit kanë vizion, kanë guxim, kanë energji, e na gjithë duhet t'i përkrajmë të riton. Njëjtën kohë, na këtu ku jemi krenar që së zona na ka pri ndër femnat e para edhe ndër shqiptarët e parë, ka pas guximin e na ka bo krenare kur ka garu për kongres. Na shqiptarët atër nuk kem qenë pak të përgatitur, nuk kem qenë. Paka shumë ndoshta na ka befasu zona, ka zonë dyqyr si po prit, edhe po përvoj që na me dit me organizu edhe me konë kratë së zonës. Fati ka dash që rinia jonë këtu sot nuk ka inferiore. Rinia jonë sot këtu është krah i Shtetit e Amerikës, krah i shqiptarëve. Jo krah pune, është krah edhe fuqi intelektuale, krijuese, artistike, edhe gjitha sfera të tjera, po edhe asaj politike. Kemi shansën historik që të organizohemi e të dalim në krah Suzanës, Robertit, edhe kandidatit tjetër, më falni se më përkujtu emër, edhe Rejt, po të gjithë të dalim në krah, mos ta lëshojmë rastin historik, kemi rast historik. Kemi rast që na mendjen tonë që është mendje për mu vlerësu, është mendje mu vlerësu shumë lartë, ta dëshmojme ta vejmë aty ku ndahet fati i botës, i popujt botës. Ne institucionet amerikane aty merren vendime për fatin e gjithë popujt botës, po edhe për fatin tonë. Andaj ju ftoj që të mobilizohemi, mos bëmi demela për një argat nuk në shohet rasti jetësor. Dalim, përkrahim edhe ajo që na mungon neve shqiptarëve këtu, jemi gjendje me dhonë shumë, po për një kujdes vogël me dalë me votu e lëshojmë rastin. Ashtë momentit mobilizohemi, të organizohemi në mënyrën më të mirë, në mënyrë që ta shfrytëzojmë shansën edhe të kemë përfaqësues në institucione amerikane. Ju falenderoj shumë, ju tjerëve ju dëshiroj shumë shëndet e suksese.